Rreth 3 muaj e gjysmë pasi bashkëpunoi me të dashurin për të plagosur baban e fëmijës së saj, 29 vjeçarja Melisa Hoxhallari u dorëzua në policinë e Fierit. Ngjarja e ndodhi më 5 janar të 2025-s në një lokal në lagjen Apolonia në Fier, ku 25 vjeçari Klement Beqaj plagosi me armë zjarri 40 vjeçarin Gledian Hoxhallari në prani të djalit të mitur të 40 vjeçarit, që prej 5 janarit Melisa Hoxhallari dhe Klement Beqaj ishin në kërkim nga policia dhe për ta gjykata e Fierit ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, plagosje rënd me dashje dhe armbajtje pa leje. Megjithatë, 25 vjeçari Klement Beqaj, i cili plagosi rënd 40 vjeçarin, ndodhet ende në arra e tij. Melisa Hoxhallari dhe Gledian Hoxhallari, prindër të një djali 10 vjeçar, mësohet se ishin në proces divorci dhe 29 vjeçaria prej kohësh bashkëjetonte me të dashurin e saj Klement Beqaj. 40 vjeçari Gledian Hoxhallari u plagos rënd pasi mori një plumë në bark nga një distancë e afërt, duke kaluar një fazë kritike për jetën.